Unë quhem Qani Xhelili, dua të tregoj për një smundje që po kaloj. Mas shumë përpjekje që bëra me vizita, me skaner, me ilaçe pafund, ilaçe të forta, ilaçe nervore, asnjë përmirësim. Këtë po e them për ke spitalit Ramos, masi njifsha ca mjek ortoped. Si përfundim, më thanë që duhet operohesh. Dola konsultohem me njerëz të mi, kuptohet, me familjen. E gjetëm një mik aty që asistoi dhe më tha, ore, po pritër, tha. Këtu ka dhe probleme që zgjidhen edhe pa operacion. Amana, thash, së mund çahall. Ishte një klinik dhimbjesh, edhe me vrap nuk u vonova, shkova me gjithë çunin aty, edhe takoj doktorin. Një doktor Flori më mori, më bëni konsultën e parë, më tha që po, ti vërtet je rënd, sa i pa skanerin, dhe më tha që ti do të vazhdojsh trajtimin këtu. Këtu ishin ca çuna të tjerë që të presin, që janë çuna të ri, që me ato durë që i kanë si Flori. Unë vazhdova muajin e parë, 3 herë në javë. Mendosha se do kaloj shpejt, por jo. Pastaj muajin e dytë, 2 herë në javë, pastaj muajin e tretë nga 1 herë, dhe tani vazhdoj bëj edhe kontroll, shikoj ç'kam arritur me të gjithë këtë punë që kam bërë. Dhe ju siguroj që këtë nuk e bëj as për reklam, as nuk për asgjë, absolutisht këto nuk kanë nevojë për asgjë. Kushdo që më beson mua për këto që them, është i lutur le të vjet, bëje, të kontrolloje çfarë janë dhimbja, që janë dhimbje të forta, që të dhimbje legjeni, dhimbje kame, gjuri, që unë se vesh në tokë. Tani jo që jam këmë, jam mirë, bile sa harrova të them që mu më serviren edhe shkop, po jo, nuk ndodhi, unë jam tani kaq mirë, sa që nuk po them 100%, po jam pak të 90%, jam mirë fare. Edhe do vazhdoj edhe pak, do në trajtimin me këto çunat. Me që i bëra gjitha këto, unë i shpëtova operacionit. Po nuk është e puna se mirë të gjitha tjera shpenzimet ato që i bën Llorit vetë, me plaka e me gjëra, po i shpëtova operacionin që të gjithë më thoshë edhe mund të përsëritet, po jo, unë tani jam shnaqe mirë. Kush doje të vije e ta shikoje se çfarë trajtimi ka këtu, edhe çfarë shenja se çfarë mjekësie bëhet këtu.